Përshëndetje, shkurta. Përshëndetje, Tine. Atëherë, dy emra, dy arsye. Edi, për shkak se e kemi pas një debat më herët më duket shumë arrogant dhe nuk është i socializuar me gjithë, ma shumë është i fokusuar domethënë te pjesa me dolçen. Që kjo është arsyeja e parë domethënë që mua s'm pëlqen. Okej. A është arsyeshme kjo? Emri i dytë, po. Po emri i dytë, që patë emrin kjo çika, që thash për ta pjarroj. Elia, që pat emrin? Për kë ke fjalën? Melia, që pat emrin kjo çika? Eliona, po, kërkoj falje, se marroj. E cika dhe arsyen më herët, domethënë për shkak komenteve që ka dhënë drejt e mie, nuk më ka pëlqyer as pak, sepse edhe kur i ka dhënë komentet i ka dhënë me buzëqeshje. E kështu që këta dy emra. Okej, faleminderit shkurta, mund të thesh. Eja Getoar, bëu gati Sasa. Ndërkohë vjen Getoari. Jo, Sasa... Okej. Mi mbrëma Getoar. Mi mbrëma. I ke të menduar dy emra, dy arsye? Sigurisht që po. Po. Ka qenë shumë vështirë, por i pari është Klodi, se është lojtar tepër i fortë. Dhe shpresoj që ka dhe publiku e pështon. E dyta është Bia, sepse edhe ajo është lojtare fortë dhe kontakti me to është pak më i vështirë se nuk me fol gjuhën edhe qështu. Mirë, Klod, mund të kthesh. Faleminderit. Sasa, vetëm një gjë. Sasa futet në dhomë të rrëfimeve, dërsa le të bëhet gati kushtrimi, por mos të rrini afër dhomës së rrëfimit. Kushtrim ti që po bësh gati për të futur brenda pasasës. Hello, Sasa.